bazike. Pra, edhe njerë, për bërë një përmbledhje, banorët kërkojnë ndërtimin e një tuneli, apo jo, në këtë aks rrugor, dhe tashmë po mbledhin peticione, përpilojnë një peticion, po mbledhin firmat dhe po lënë një deadline. Do doja pak më shumë detaje. Për të disa të herë banorët janë duke bërë kërkesa të vazhdueshme lidhur me këtë rrugë e cila është duke u shkatruar atyre të gjithë fshatin, banesat dhe bizneset që ndodhen në këtë zonë, përfshirë këtu dhe tokat. Ata paralajmërojnë që nëse kërkesa e tyre ditën e sotme në këtë protestë nuk do dëgjohen, paralajmërojnë një protestë përshkallëzuar të dielën e ardhshme, ku pritet që dhe numri i protestuesve të dyfishohet, duke qenë se kjo problematikë prek të gjithë këta protestues. Ata prej gati 8 muajsh në fakt vuajnë këtë problematikë e cila ende nuk ka marrë një zgjidhje, ata ende nuk kanë një dijeni se çfarë do të ndodhë me ta, edhe pse nuk është lënë një vend kalimi që këta banorë të dalin nga fshati i tyre për në autostradë, apo që banesat e tyre mos të shkatrohen. Ata shprehen se edhe dëmshpërblimi në fakt do të jetë shumë i vogël për këta banorë, duke ulur kështu dhe vitet e përdorimit të shtëpive dhe mënyrës se si ata ndodhen. Teksa shprehen se e gjithë shumat që mund të përfitojnë secili prej banorëve është e papërfillshme krahasuar me mundin që kanë shpenzuar në shtëpitë e tyre dhe në pronat të cilat i kultivojnë me produktet me të cilat mbajnë jetesën. Ka një numër të banesave apo të pronave apo të banorëve, të familjeve, sa janë ata që preken si pasojë e këtij projekti? Janë rreth mbi 100 banorë dhe banesat të cilat preken në këtë zonë nga ky projekt, teksa ende nuk dihet se si do jetë fati i këtyre banorëve dhe pronave të tyre. Ata shprehen se e vetmja zgjidhje që i mbetet është emigracioni dhe të braktisin vendin, duke qenë se nuk ka më shpresë në vendin e tyre dhe nuk do ngelen më banesa për jetuar. Tani dhe një detaj tjetër, zyrtarisht u ka shkuar njoftim se kur do të ndërhyhet me shembjen e banesave? Ende nuk kanë një njoftim se çfarë do të ndodhë në vim, thjesht janë njoftuar me planin dhe me projektin që do të bëhet në zonën e tyre. Ende nuk ka një njoftim zyrtar për ta se kur do fillohet ndërhyrja, apo se edhe çfarë do të ndodhë me kaq kërkesa sa banorët kanë bërë deri më tani. Është mbi 4 kërkesa numri që ata kanë çuar, do të vijojnë dhe këtë javë duke çuar kërkesa të vazhdueshme